Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takohem shikues të nderuar, sikurse çdo herë edhe sot kemi të ftuar dy nga hoxhallarët e komunës së Prishtinës. E kemi hoxhën e nderuar Yahya Efendi Rudari, imam në mesgjidin Top Hane. Mirë se ke ardhur hoxh. Mirë se ju gjatëm, faleminderit. Do të nderoft. Edhe kemi hoxhën Islam Efendi Hasani, imam në xhaminë e Llapit ose xhamia Ramadania që njet. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjatëm, faleminderit. Allah ju shpëlbeft. Inshallah do të bisedojmë së bashku për temën rreth, muj me thonë, finishit, garës që bëhet tash këto ditë dhe net e fundit të Ramazanit. Ramazani është i tërë i vlefshëm, po funi është ma më rëndësi. Këto net i ka veçu edhe pejgamberi a.s. pra edhe në ibadet, edhe në përkushtim, në çdo aspekt i ka veçu për i fillimit dhe mesit të Ramazanit. Çka është urtësia, hoxh Yahya, pse i ka veçu pejgamberi sa, cila është urtësia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemi konsensus të tërë ulemave, dietarëve islam, po umetit besimtarëve, se i tërë Ramazani është madhështor, është falje, është mëshirë, po ashtu është një konsensus i tërë se edhe këto 10 ditë e fundit të Ramazanit, 10 netët e fundit të Ramazanit, e kanë vlerën e tyre të veçantë. Dhe këto që i tham, e kanë për bazë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që e kanë për bazë gjithmonë ibadetet tona, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalën e Allahut. Dhe në mënyrë konkrete thot Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma kana la yajtahidu fi ghayri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është angazhuar më shumë në këto 10 ditë saqë nuk është angazhuar në ditët e tjera. Po ashtu ulemaja e kanë vërejtur në fillim atje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar 10 ditëshit të parë dhe ditëshit të mesmit, masandej në fund krejt kjo çështja u rregullue me 10 ditëshin e fundit. Normal kur të flisëm për 10 ditëshin e fundit, ashtu që e përmendet edhe jo, koncentrohen çështjet e ibadeteve të ndryshme, çështja e itikafit, namazit, çështja e leximit të Kuranit e kështu radhazi. Kur fillojnë hoxh Islam këto net, që me ditë mu përgatit ma saktësisht? 10 netët e fundit të Ramazanit fillojnë me natën e 21 të mujit të Ramazanit. Do më thonë natën, jo ditën. Natën e 21, pra kuptohet në Islam, nata i paraprin ditës, ashtu si që është edhe kalendari Islam, kështu që ne do t'jemi të kujdesshëm që ti fillojmë këto net dhe përgatitjet që i bojmë për këto net me ibadetet e ndryshme, pra të fillojmë nga nata e 21 atëherë edhe kur e fillon edhe itikafi. Qarë ma detajisht nëse kështu mujtë me ofru shikuesve për shembull, çfarë dobi ka në këto net? Pejgamberi sa është e vërtetë që është ka angazhu familjen. Do thotë që edhe përmende që ka në transmetim, qysh ka vepru këto net, s'ka vepru në tjera. Po çka është dobia? Shumë dikush don me vepru, po don me ditë çai kthehet atina. Normal, prej dobive të cilat i kemi në këto net është çështja e itikafit, është çështja e tahajjudit, pra ngritjes së gjatë natës me namaz, është çështja e sadakave, shumë tjera. Pra, përveç kësaj, e kemi që në këto net, Allahu xhalla shanuhu në Kur'an e Kerim na drejtohet duke thënë inna anzalnahu fi lejlatul qadr. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Pra kur kanë fol dietarët
për vlerën e këtyre ditëve, kanë thënë që prej vlerave që ka këto net është se kanë zbrit Kur'ani në këto ditë, në këto net dhe pikërisht në natën e Kadrit. Po ashtu Kur'ani na flet në të njëjtën sure se në të zbritin melaqet me krye Xhibrilin alayhis salam. Po ashtu në këtë natë zbritet rahmeti, mëshira e Zotit, bereqeti i Zotit, kështu që gjitha këto e bëjnë të vlefshme këtë 10 ditëshën e fundit në tërësi Ramazanit, por në mënyrë konkrete këto 10 ditët e fundit. Përmene itikafin, shumë itikafi nuk praktikohet më bo për natës parë të Ramazanit. Nuk praktikohet, jo që koncentrimi është në 10 e fundit, ha? Po, dikush dënë me bo itikaf. Po. Dhe çka kuptojnë për shembull? Normal është qëndrimi apo ndeja, izolimi, po mbyllja në një vend që tash na domethënë ata që janë gjinia mashkullore, domethënë është obligative në xhami, në një vend ku falen namazet, falet xhumaja, pra aty ne ju llogaritet e itikaf kjo. Ndërsa për femrimin është një farë lehtësimi që kanë përmendur ulemaja, kanë mundësi botën femrore, kanë mundësi edhe në shtëpitë e tyre një vend të posaçëm ku falen vazhdimisht namazin me marrë për itikaf, pra izolim. Kështu që në këtë mënyrë nifet itikafi. Përveç kësaj izolimit, normal që do të kemi kujdes. Në çka do të kemi kujdes që kur të jemi në itikaf nuk na lejohen gjëra të cilat i kemi në ditët e tjera. Pra, do të jemi të kujdesshëm, të koncentrohemi në leximin e të Kuranit, në bërjen e ibadet, në përmendjen e Allahut e kështu radhë. Dhe qëllimi i itikafit është që me të konë më të përkushtuar ndaj adhurimit, ndaj Zotit, larg angazhimeve përditshme që i kemi. Pikërisht, këto e kanë përmendur edhe ulemaja, në esencë njeriu është i krijuar për ibadet. Me qenë se jeta është e tillë me sprova, nga njerë edhe muslimani në jetën e tij të përditshme, duke jeta e dërgon andej e këndej, dhe një farë mënyrë dinamika jetës e dërgon andej e këndej, dhe një farë mënyrë anashkalon esencën e krijimit të tij, që thotë Allahu xhalla shanu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e kam krijuar gjindet dhe njeriun përveç se të më adhurojnë. Në mënyrë konkrete, kur vjen shprehje këtu ditë, këtu të Ramazanit edhe ditë i fundit, është koncentrimi edhe më i madh tek muslimani dhe kjo ka qenë edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që shikues me pasën më të qartë. Dikush don për shembull nuk mundet 10 ditë me hinë itikaf, po don për shembull një pjesë një ditës. Ana këtyre 10 neshit fundit. Është e lejuar sa kemi. Normal, derisa ulemaja kanë shkuar atë mos. Nëse janë me atë njëtin itikafit po i për 4-5 orë. Krejt rregull, kanë shkuar në atë mos sa që itikafën të cilën e njohmi ne në jetën tonë të zakonshme të muslimanit, është itikaf në kategorinë e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur muslimani e ka vendosur dhe i premton vetes se do ta bëj itikaf një ditë apo 4 ditë që thete, apo pa marrë parasysh, tani e ka obliguar veten dhe hin në kategorinë e vajxhibit, pra e ka obligim. Nëse nuk hin në itikaf, veç ka me të borx te Zoti, Allah shpërblet. Amin inshallah. A ka karakteristika tjera gjatë tyre 10 netëve hoxhi Islam? Padyshim se ndër karakteristikat më të veçanta të këtyre 10 netëve, siç u tha dhe më herët, njëra prej tyre është se në mesin e këtyre netëve është nata e Kadrit. Edhe ne parimisht jemi të obliguar ta kërkojmë natën e Kadrit në mënyrë që me arrit shpërblimet e saj. Në hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam ka ardhur që ne ta kërkojmë natën e Kadrit në këto 10 brenda këtyre 10 netëve të fundit, siç ka në hadith, taharrau lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Kërkone, hulumtone natën e Kadrit brenda 10-shit të fundit të Ramazanit. Në një hadith tjetër gjithashtu ka ardhur taharrau lailatul qadri fil vitri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Kërkone natën e Kadrit në tek të 10-shit të fundit të Ramazanit. Kështu që nata e Kadrit pa mund të bije pra në natën e 21, 23, 25, 27, 29, e ne pra të fokusohemi më tepër, domethënë këtu net, pra që ta
arrim natën e Kadrit dhe inshallah ti arrim shpërblimet e saj. E ajo që ka dim ne të gjithë edhe që një numër e dietarëve musliman kanë dhënë shenja apo kanë sinjalizuar se nata e Kadrit mund të jetë nata e 27. Pra kemi një hadith që transmeton Imam Ahmedi në të cilën thuhet men kana mutaharriha falyataharraha lejlet as-sabi' wal 20. Pra kush ka qenë duke kërkuar natën e Kadrit le ta bëjë atë pra në natën e 27. Gjithashtu pra prej karakteristikave të këtyre netëve është edhe vetë zbritja e Kur'anit, sepse në surën Kadr aty Zoti xhaleshanu e përmend inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne e kemi zbritur atë pra në natën e Kadrit. E nata e Kadrit është në Ramazan, pra po dihet në ajetin tjetër Allahu xhaleshanu thot shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kurani. Andaj këto dyja janë karakteristike veçantë pra e këtyre netëve, pra edhe nata e Kadrit që ka shpërblime të shumta, por njëherët pra është edhe nata në të cilën ka zbritur Kurani, pra ashtu siç na ka mësuar Allahu xhaleshanu në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij. Ti përmendën mendimet e dietarëve që mund të me kanë 21, 23, 25, 27, 29. Domethënë ndonjërin për këtyne. Po. Po pikërisht pejgamberi sa pse i ka gjallnu këto net 10-tat, ka deshur më na tregu që mos shkoni në farfurën mos e lani që të popullin tetik a din. O kur mundohesh 80-tat pa e qelluar njërin selen. Ashtu, ai që është angazhuar në gjitha këto net padyshim se do të arrijë. Ato shumë pesha, është 23, 25, ai inshallah e arrin. Ai e arrin. Por ai që s'mundet radha zemu përkushtuar në ibadet bilet pakten let mundohet në net e tek. Net e tek është vërtet. Përveç që u përmend ose izolimi ose mbyllja në xhami ose qoftë në shtëpi për gjinin femrore për itikaf për adhurim. Këto ditë çdo vepër të harit duhet me shumë fishu. Këto 10 net e fundit që është finish. Këto duhet të ketë çakim para vetit me qita. U angazhu maksimum. A hoq, për shembull duhet me qenë ma bujar, ma solidar, ma falës. Është e vërtetë ajo që thua, ibadetet nuk koncentrohen vetëm në një ibadet, për shembull namazi apo agjërimi, janë të shumta. Lirisht mund ta quajmë edhe ibadet çështën e ndihmës reciproke njeriu me njeri. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur raste të caktuara men ahabbu an-nasi ila Allah. Kush është njeriu më i mirë te Zoti, kush mundet me kon? Ka thënë anfa'uhum lin-nas, ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Për atë edhe ka ardhur transmetime sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu an-nas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë përgjithësi më i miri për njerëzve për njerëzit. Wa kana yakun akthar fi Ramadan, domethënë ka qenë në Ramazan ende edhe më shumë. Domethënë ka shtu potencialin e bamirësisë në Ramazan ende më shumë. Kështu kanë ardhur transmetimet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu duhet me kanë edhe muslimani që me pas fokusin sidomos Ramazan edhe më shumë. Normal dihet që shumë fishimi i veprave të muslimanit në përgjithësi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el hasana bi ashra amthaliha. Mira e ka shumë fishimin e shpërblimit 10 fish. Edhe kështu që jemi në Ramazan normal që ashtu që shëdim për në tërsi Ramazanin, Allahu xhaleshanu nuk e ka definue saksisht shpërblimin e Ramazanit, po e kalon pa çaj qysh din e shpërblim. Ashtu janë edhe në mrena atyre edhe veprat e caktuara që e përmendëm në bëmërsinë të tjera. Interesante që hadithin që e përmene, men ahabun nas, cili është njëri më i dashur te Zoti, pejgamberi ka thonë ai që falet më shumë ti. Po folim këtu për namazin vullnetar, që për farzet i kemi obligative. Po ka thonë ai që është më i dobishëm, ja. Më i dobishëm. Subhanallah. Subhanallah. Këto net është e udhës na me bu përveç veprave tjera, me kërku falje për Zotit, që nëse s'kemi arrit bilem fillimin ose mesin me u falë, për shkak se s'ja kemi ditë vlerën ose se kemi meritu falen, këto net duhet më u fokusu ma shumë edhe të çështja e lutjes me kërku Zotit falje. Po, Allahu xhaleshanuhu pasi që i ka përmend ajetet e agjerimit dhe obligimin për agjerim,
si përmbyllje të këtyre ajeteve e ka përmend aspektin e duas dhe lutjes, e kështu që ne, sidomos në këto 10 net të fundit, pra duhet ta kemi shumë parasysh që ti përkushtohemi Zotit Xheleshanuhu me lutje dhe dua, me istigfar dhe pendim. Allah Xheleshanuhu thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Dhe të pyesin ty për mua, thuaj unë jam afër, i përgjigjem lutjes se lutjet kur me lutet mua. Andaj përderisa Zoti Xheleshanuhu ju përgjigjet lutjeve tona, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë kohë të begatshme që të bëjmë sa më shumë lutje dhe istigfar. Ajete dhe hadithet përgjithshme kemi që na nxisin neve si besimtar që të kërkojmë falje tek Zoti dhe të pendohemi tek Ai. Në një prej ajeteve Allahu Xheleshanuhu thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dhe shpejtoni apo nxitoni për falje tek Zoti juaj dhe për xhennetin, gjerësia të cilit është sa gjerësia e tokës dhe e qiejve. Pastaj në një ajet tjetër Allahu Xheleshanuhu thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendoheni të gjithë ju o besimtar në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Po ashtu kemi edhe hadithe tjera që na ndërlidhen me Ramazanin dhe me natën e Kadrit, e gjithashtu e përmenden edhe aspektin e faljes. Për shembull kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam që ka thënë, pra duke hyp në minber, pra ka humbur ai të cilin e mbrin Ramazanin dhe nuk ka dalë i falur prej Ramazanit. Gjithashtu kemi edhe hadithin e njohur që është për natën e Kadrit: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush është ngritur më fal në natën e Kadrit me besim dhe vetë llogaritje, atij i falen gjunat dhe mëkatet e mëparshme. Andaj përderisa këto net në të cilat shpresojmë që është edhe nata e Kadrit, pra përmendet falja në këto argumente, në këto që i përmendëm, atëherë ne pra duhet që ta shfrytëzojmë këtë kohë të begatë dhe t'i kërkojmë Allahut falje për gjunat, për lëshimet, për gabimet tona, me shpresë që Allahu Xheleshanuhu do të na falë, do të na mëshiroj dhe do të dalim të pastër nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Ajetin që e përmene "Wasari'u", shpejtoni, atë që më ju falë Zoti. Kjo fjala shpejtoni, Hoxha Yahya, po është një thirrje për neve që, sikur Zoti po na thotë, ngutuni, ngaroni se është koha që duhet mos më kanë me përkomb këto ditë, këto net, këto kohë që janë shumë të vlefshme. Është interesante, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e tina e ka përdor një prej duave: "Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik." Kur e ka dëgjuar bashkëshortja e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: "Edhe ti lutesh për me ta forcuar zemrën në besim Allahu Xheleshanuhu." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është i garantuar kurkush, se zemrat e tona janë në dorën e Allahut dhe ato mund të ndryshohen. Kështu që s'ja ka siguruar edhe vetes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpërtim, përveç nëse hyn në rahmetin e Zotit. Për atë prej fjalëve që më ka lënë përshtypjen në këtë aspekt më shumë të është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, ku thot: "Jam çudit me njeriu si shkatërrohet, ku në dorën e tina e ka shpëtimin." Edhe ka pyet, çka është ajo? Ka thënë el istighfar, kërkim falja tek Allahu Xheleshanuhu. Pra Allahu Xheleshanuhu i ka lënë dyert e hapura. Mirë po është prej njerëzorës njeriu me bë gabime, me bë lëshime, për atë dhe Allahu Xheleshanuhu thotë: "Wasari'u", shpejtoni, se Allahu Xheleshanuhu e ka lënë këtë derë. Edhe është çudi për atë njeriu, ashtu që ka thonë Ali radhiyallahu anhu, si e shkatron vetveten kur Allahu Xheleshanuhu ja ka lënë istighfarin derën hapur, a votën. Ma kujtove një rast, kur ka ndodhë bisedë mes shejtanit mallkuar dhe Allahu Xheleshanuhu, pasi që e refuzon urdhrin e Zotit që e largon të mallkumin, edhe masi që lypa fat shejtani, i thët Zotit: "Pashamadhrin tone, kom i deviju për rrugës të vërtet." Allah i thët: "Pashamadhrin tem, edhe unë s'kum javë mbyll derën e pendimit deri sot në frimarrjen e fundit." Sot do që kam bu,
nëse kërkojmë falje, unë e kum ja falë. Subhanallahu farahmeti. Katade, Do të thonë, Zoti s'ka nevojë për neve, po veç a ki interes ti Zoti të falë, shpëtimin e ki në dorë, Një prej dietarëve si është Katade e përmend këtë çështje për mbyll, thotë Kurani na mëson edhe që themi ne smundjen, po edhe ilaçin. Thotë smundja e njeriut janë dhunub, gjunahet. Ndërsa ilaçi që na mëson Kurani është pendimi, istighfari, subhanallah. Kur jemi raport me njerëzit hoq se mujna mu keq kuptu. Për shembull dikush ka bu keq, po ka bu përveç që i ka bu vetit, i ka bu edhe njerëzve. Ka hin hak njerëzve. Do të thonë këtu kërkohet që ai mi lyp halal njerëzve edhe në formë me njerëzit mi qëruhe sapet e çka është tani e Zotit. Prej kushteve të pendimit. Dikush mundet me keq kuptu që ja din bo çka dush edhe tani shkot të Zotit se prej kushteve të pendimit na e dimi që ndaj Allahut janë 3, ndërsa ndaj njeriut janë 5. Njeriu mu shkput prej gjunahet, me urryje atë gjuna që e ka bo, sikur mu hedhë në zjarë, edhe mos mu kthy ma në atë gjuna. Dërsa 2 tjera të cilat shtuan për njeriun, është që mi kërku falën nëse i ke hinë hak në atë kuptimin shpirtëror. edhe e den ajo fjala. Është prek, po, është prek. Mirë po është edhe një hak tjetër që është nga ona materiale, që prej kushteve të pendimit është mi a kthye anën materiale. Nuk pranohet pendimi pa ja kthye edhe anën materiale. Pra përveç kërkim faljes që duhet drejt për zëjtë të kërkohet falje, edhe kërkohet edhe kthimi nëse i kin hin hak nga ona materiale pa marrë parasysh çfarë haku është ai. Vërtet. Hoxh Islam, pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam. Përveç që u angazhu vetë, shumicën e kohës u përmend që pejgamberi e ka shtu intensitetin e adhurimeve në këto 10 net, ai ka quajtur edhe familjen. Po. Siç ka ardhur në disa prej haditheve në sunetin e pejgamberit alayhis salam, kana nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla. Pejgamberi alayhis salam kur ka hyrë në 10 e fundit të Ramazanit, e ka shtrënguar rrypin, e ka ngjallur natën me adhurim dhe e ka zgjuar edhe familjen e tij. Po ashtu tregohet se pejgamberi alayhis salam ka shkuar tek dera e Fatimes, vajzës së tij dhe dhëndrit Aliut, dhe ju ka trokit në derë dhe ju ka thënë, a nuk po zgjoheni që të falni, dhe më thonë natën. Gjithashtu kemi edhe dietarin Ibn Rajab, i cili thot se pejgamberi alayhis salam nuk e ka lënë asnjë antar që ka pas mundësi më fal nga familja e tij pa zgjuar për të falur, sidomos pra e kam fjalën në këto 10 netët e fundit të Ramazanit. Ndaj kjo është vërtet një mesazh i qartë për neve si besimtar dhe si musliman, si krye familjar, që të jemi më të kujdesshëm, që t'i zgjojmë edhe familjet tona në këto net të begatshme, që t'ja u japëm edhe aty në mundësinë që edhe ata të angazhohen në ibadet së bashku me neve. Pra jo vetëm krye familjari, por edhe të tjerë. Ashtu siç ka vepruar edhe Omeri radiallahu anhu, gjatë këtyre 10 netëve është zgjuar dhe është fal shumë natën, e ka pjesa e fundit të natës, e ka zgjuar edhe familjen e tij, duke i thirrur es-salah, namazi, pra janë ngrituni që të falemi së bashku, dhe thuhet se u ka lexuar ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha", urdhroje familjen tënde për namaz, por edhe vetë bëhu i qëndrueshëm në namaz. Andaj besoj këtu janë mesazhe të qarta që ne të angazhohemi sa më shumë në këto net, pra jo vetëm të bëjmë ibadet ne personalisht, por të zgjojmë edhe familjen dhe të kënaqemi me këtë atmosferë ibadeti së bashku familjarisht, pra dhe kështu besoj Allah është i kënaqur me neve dhe kështu duhet të jemi. Shpërblimi i natës Kadrit, Allah na mundsof me arrit gjithë secili. Amin inshallah. Ne e dim që siç jemi njoftuar edhe nga ona e Kuranit edhe pe pejgamberit e Islam, është shpërblim shumë i madh. Ai që arrin shpërblimin e kësaj natës, ai më në formë e ka siguruar xhenetin për me thjeshtësu kështu për shikues për shembull. Nëse dikush kishte më thonë që për shembull filan venin ose filan pasuniku është të shpërnda, për shembull, pasunit madhe. A ndodhë që për shembull një antar i familjes më quë me shku vetë, a i kishë marrë këtë familjen me quë dhe me shku me marrë ma shumë? Gjithsesi. Ashtu. Njëjtë është kjo që...
Patjetër. Në ajetin kuranor, pra pikërisht në surën El-Kadr, Allahu xhaleshanu e përmend vlerën e kësaj nate ku thot Lejletul Qadri khairum min alfi shahr, nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj, apo më e vlefshme se sa 83 vite e Ose një jetë komplet. Pra një jetë e gjatë e një njeriu që jeton gjatë. Andaj vërtet, pra kjo është një shpërblim i madh që në asnjë mënyrë ne si besimtar nuk ja vlen që ta humbasim, por të angazhohemi pra në këto 10 net, pra t'i kalojmë të tëra, sa ma shumë që të kemi mundësi në ibadet dhe ta arrijmë këtë shpërblim inshallah. Çka mu lut, Hoxha Yahya, këtu net, cila lutjet janë shumë apo ma të veçantë? Në përgjithësi përmendëm ato, po gruaja tina pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha në mënyrë konkrete ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për natën e Kadrit, nëse e qëllojmë natën e Kadrit, thotë i dërguar çfarë të lutem Allahun xhaleshanu. Dhe në mënyrë konkrete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson atë dhe na mëson neve, duke thënë Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu ana. O Zot, ti je falës e don faljen, më fal mua. Allahu na fal neve e gjithë besimtarëve. Amin inshallah. Amin inshallah. Përveç këtyre që ka u potencun, për muslimonit kërkohet edhe jashtë Ramazanit, po pikërisht në këto net, si kujdese pejgamberi sa në raport me fizikun, qysh, për shembull në aspektin a duhet u kujdes veç në aspektin e dukjes, apo dhe aspektin e mbrëmshëm, a ndikojnë këto net për këtë pastërtisë? Padyshim se po. Pra ne kemi shembulltyr Muhammedin a.s. ashtu që na ka thonë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana. Pra ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin a.s. E ai përveç që angazhohej në ibadet në këto net të fundit të Ramazanit, më tepër se sa që e bënte në netet të tjera. Pra është interesant që ai kushton të rëndësi edhe aspektit të dukjes, fizikut e tij dhe pastërtisë apo higjienës trupore të tij. Siç ka ardhur në disa transmetime, pejgamberi alayhis salam pastrohej për çdo natë, pra brenda këtyre 10 netëve të fundit të Ramazanit, në mes kohës të akşamit dhe yatsis. Që kjo është një tregues i veçantë që edhe ne si besimtar normalisht që duhet të angazhohemi në adhurim, por të kemi kujdes edhe aspektin e higjienës trupore, sepse kur shkojmë në xhami dhe falemi së bashku me xhamat, pra le të dukemi sa më mirë, sa më pastër, të parfymosemi ashtu siç ka vepruar pejgamberi alayhis salam, në mënyrë që ta kemi edhe dukjen e mirë, por njëjtën kohë edhe duke u angazhuar me vepra të mira dhe në ibadet, pra t'i kemi në farforme si paralel edhe brendësinë tonë të pastër me vepra të mira, por ta kemi edhe dukjen tonë të mirë dhe të pastër, në mënyrë që kështu pra të jetë Zoti i kënaqur me neve, sepse muslimani gjithherë duhet të jetë i pastër, qoftë edhe në ato momente kur bën ibadet, pra kur shkon në xhami, pra sa më i pastër që të jetë, aq më mirë është. Pra nuk bën që besimtari të shkojë me një pamje jo të mirë pra në xhami, apo që nuk e ka higjienën sa duhet. Veç atyre që janë punëtorë që s'kanë mundësi mi... Inshallah dhe atyre Zoti ju ndihmon që në këto net me qenë pak më të kujdesshëm. Xhallar, veç ju kemi afru fundit të emisionit, kishim pas dëshirë ka një porosi me marrë për ju e për shikues. Në fund kisha me kujtue në rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se besimtarit, agjëruesit ju kanë dhënë, edhe këtij ummetit ju kanë dhënë 5 gjëra në Ramazan që nuk i kanë dhënë ummeteve të tjera apo pejgamberëve të tjerë. Unë dua të përmendem vetëm këtë të fundit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se kur vije nata e fundit të Ramazanit, thot ju falen të gjithëve gjunahet. Dhe të pranishmit e kanë pyet, thot a është nata e Kadrit ajo i dërguar i Allahut? Thot jo. Thot e keni parë punonësit kur punojnë. Kur e kryjnë punën e tyre e marrin shpërblimin. Kështu që unë kam porosin për vete dhe për të gjithë. Ne jemi besimtar, gjithmonë duhet të tregojmë besimin ton si Ramazan, si jashtë Ramazanit, e në këto dhe ditë më të koncentrohemi edhe më shumë, mirë po gjithmonë të jemi besimtar ashtu që na ka hije.
Allah i shpërbleft, Allah ka bull inshallah Ramazanin, inshallah Allah na mundson që këtu 10 ditë ne të jetojmë ashtu siç është i kënaqur Allah me neve. Allahumma amin. Hoxh Islam. Unë si mesazh për fund kisha dashur me u kujtue gjithë shikuesve, vëllezërve dhe motrave që na përcjellin se prej përvojës që kemi me xhamat, me besimtar, me musliman, për çdo Ramazan, pra fillimi fillon shumë i mirë, pra gara në veprat e mira fillon jashtëzakonisht është e madhe, pra mirë po kahmesi i fundit, kahmesi i Ramazanit, pra e shohim që është pak një zbehje e aktiviteteve, e veprave që kanë të bëjnë me aspektin e adhurimit apo ibadetit. Dhe një pjesë, pra fatkeqësisht një pjesë në fund të Ramazanit, ata veç se dorëzohen krejt dhe pjesën më të begatshme, ditët dhe netët më të begatshme që ata ish dashur me qenë më aktiv në ibadet, ata ndoshta i kalojnë, pra sidomos mbrëmjeve duke pirë kafe apo merren me diçka tjetër e nuk merren me vepra të mira. Kështu që mesazhi im është që mos u dorëzoni, pra filloni veprat e mira që nga fillimi i Ramazanit, mos u dorëzoni as kahmesi, por fundi sidomos pra le të jetë akoma një angazhim më i madh në punë të mira, në bujari, në gjitha ato që u përmenden këtu në vepra të mira, në mënyrë që ta përmbyllim Ramazanin ashtu siç është më së miri. Inshallah Zoti na i pranon gjithëve agjerimin, namazin e natës në veçantë në këto net, por edhe vepra tjera të mira që i bëjmë në këto. Realisht ata që përcjellin sportin e dinë që në gara, në maraton, gjithmonë në fund i japin mas shumë të zërë për me fitu. Innamal a'mal bil khawatim, pra veprat shpërblehen apo vlerësohen sipas përfundimit, pra të tyre, kështu ka ardhur në hadith, kështu që edhe ne pra shpresojmë le të jetë pra përfundimi i mirë. Dashur Allah që më na ardh përfundimi i Ramazanit i mirë, po edhe përfundimi i jetës tonë me kanë i mirë. Zoti ju shpërblet për këto fjalë, Zoti ju nderoft. Edhe ju Dhe shikues të nderuar, Zoti ju shpërblet për durimin deri në emisionin e radhës, mbeshin në mbrojtjen e Allahut xhaleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.